Nuk ka shanca më mlan ti mu të koment diçka që mu më prish disponimin. Çka dush më shumë thonë. Kur nuk ka prej social media, mu prish mu disponimin. Ja, mu prish disponimin nëse im shënë kujna me kart. Si kum shku diku na vitin e kalon. Po në social media, jo asnjëra, unë kam zgjedhur vetë social media. Unë kam zgjedhur vetë me ta okupu ty hapësirën publike. Ti kur ti je në telefon tonë, edhe scroll around, e shefisin me një pikë. Tash ty ose kam të pëlqy ose s'kam të pëlqy. Ka mundësi që të bëj nervoz. Tash është e drejta jote, më maloni koment mu. Nuk mund tash me dal më anku po mbullizojnë. Se ti vetë ke zgjedh me dal, nëse s'do më të bullizoj rrit e shtëpia, kërkush nuk vjen të bullizoj. Amo nëse ti zgjedh diçka, edhe masni ankohesh për pasojat e çasojna, është problem është me jetu jetën ashtu. A vëdin se kur nuk bjen taman. Ricky Gervais thoshte stand up. Sa arrogant është me konte për me menu që ki me kalu kit jetën pa ta prish kërkush qefin. A din sa absurd është ajo. Që njerëz kam një problem që është sidomos në Kosovë. Shumë njerëz në Kosovë mendojnë që veç ai ka problemet e veta. Bile ku bëhen vetë për këtë punë. Jo na secili kena problemet tona. Po veç voru që menaxhon. Po do njerëz të menaxhojnë vetë edhe që mi bozitje. Do shumë njerëz gjejnë preje në ankesa. Do me thonë, na shta edhe mi adhon një mënyrë me zgjidhja të problemin e vetë, nuk do fort se masane i hu personaliteti viktimës.